Drejtësia vuan për gjyqtar. Këtë deklaratë bëri kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi në një përmbledhje të vitit 2025, bilanci i cili vuri në dukje se sistemit i duhen edhe 110 gjyqtar. Mungesa e gjyqtarëve është problemi themelor i sistemit të drejtësisë. Aktualisht janë 307 gjyqtar efektiv në detyrë, përballë 417 të parashikuar nga struktura organizative. Çka do të thotë se sistemi funksionon me vetëm 73.6% të kapacitetit të tij. Kjo situatë bëhet edhe më shqetësuese nëse merret parasysh se deri në vitin 2028 nga shkolla e magjistraturës parashikohen të dalin jo më shumë se 67 gjyqtar të rinj. Siguria në gjykata është një problem që duhet adresuar dhe mbetet ende pa një zgjidhje përfundimtare. Në kushtet, kur në gjykatën e përgjithshme të apelit u vra gjykatësi Astrid Kalaja, teksa po merrte një vendim në emër të Republikës, kreu i gjykatës së lartë thotë se siguria meriton një vëmendje të posaçme. Institucionet kanë filluar të tregojnë interes, po jo në atë pritshmëri që ne kemi. Domthonë ka një interesim të shtuar për sa i përket masave të sigurisë nga ana e drejtorisë përgjithshme të policisë, ka një interes të shtuar nga ana e ekzekutivit për të marrë nevojat që ka sistemi për sa i përket infrastrukturës, pra godinave, dhe natyrisht çështjeve të sigurisë. Kërkohet shumë më tepër angazhim. Kreu i gjykatës së lartë u shpreh kritik për mënyrën e zbatimit të reformës në drejtësi, ndonse ka qenë njëri prej hartuesve të saj. Sokol Sadushi tregoi për mediat se një lloj me vitet e shkuara, problem serioz mbetet cilësia e dobët e rekurseve, duke mos kaluar testin e pranueshmërisë në rreth 60% të tyre.